Nga selia e Partisë Demokratike, Sali Berisha ka vijuar akuzat të ndaj qeverisë, duke u ndalur te çështja e biznesmenit Ermal Beshiri dhe personi tjetër të shpadhur në kërkim, Ergys Agaçit. Berisha pretendoi se mosbatimi menjëhershëm i urdhër arresteve ndërkombëtare ndaj tyre ka ardhur si pasojë ndërhyrjeve politike, duke akuzuar drejt për drejt kryeministrin Edi Rama. Blesh avion dhe të regjistrosh avion në Austri në prill dhe në qershor, do të thotë që agjensitë e këtyre vendeve nuk kanë patur asnjë njoftim. Kreu Demokratëve u ndal edhe te arrestimi i Ermal Beshirit në Francë, duke komentuar publikimin e disa fotografive të tij me presidentin francez Emmanuel Macron. Berisha hodhi dyshime mbi mënyrën se si ato foto u bën publike, duke pretenduar se mund të jenë përdorur politikisht. Të presidentit Macron me Ermal Beshirin, tini të sigurt se atë ka servir Edi Rama, se kur presidenti i Francës edhe nuk mund të kishte një foto me një eksponent si ky. Në vijim, ish kryeministri komentoi edhe situatën e hetimeve ndaj ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila po hetohet nga SPAK për çështjet që lidhen me procedurën tenderuese. Qytetari digjital njofton se kanë filluar ndërtimin e një mini materniteti në SPAK. Kur shkoj herën e fundit, do të bëj inspektimin dhe ta verifikoj a është e vërtet, pastaj do i përgjigjem pyetjes tuaj. Lideri i opozitës komentoi edhe protestën qytetare që tashmë vijon prej më shumë se 2 muajsh, duke u shprehur se kjo revoltë qytetare është ajo që do të sjellë ndryshimin.